Mirdita, zonja dhe zotërinj, mirë se vini në Diaspora TV në Zvicër, platformën tuaj të besueshme për lajme mbi integrimin, kulturën dhe ngjarjet në mbarë Zvicrën. Unë jam Rikela Andrea, le të fillojmë me titujt kryesor të ditës. Diaspora TV lançon faqen e internetit dhe filma të shkurtër për të mbështetur viktimat e dhunës në familje. Zyra Federale e Shëndetit Publik paralajmëron mbrohuni nga HIV dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme. Muaji pa duhan kthehet këtë nëntor përsëri. Tiranë, në nëntor zhvillohet samiti i 4 i diasporës shqiptare. Shqipëria dhe Kosova në rrugë të mbar drejt Kupës së Botës 2026. Dhuna ndaj grave dhe abuzimi në familje mbeten probleme serioze në Zvicër. Mesatarisht një grua vdes çdo 2 javë si pasojë e një dhune të tillë. Në vitin 2024, policia regjistroi 21.127 raste të dhunës në familje, një rritje prej 6% krahasuar me vitin e kaluar. Për të siguruar që askush të mos mbetet pas, Diaspora TV në Zvicër ka nisur projektin Fol, thyej heshtjen, kërkon ndihmë, ndalo dhunën. Janë prodhuar 3 filma të shkurtër për të mbështetur viktimat e abuzimit fizik, emocional dhe financiar. Përfshirë edhe ato që ndikojnë tek fëmijët. Vizitoni www.stopdomesticviolence.ch për informacion mbi strehat për gra dhe shërbimet e mbështetjes në mbarë Zvicrën. Filmat mund t'i shkarkoni gjithashtu edhe në gjuhën tuaj. Heshtja juaj vetëm ndihmon abuzuesin. Flisni dhe shpërndajeni këtë mesazh. La Polizei, das suffit maintenant. Arrête! Ich will keine dicke Frau, sonst kann ich doch das Fitness-Abo bezahlen. Nein, irgendwann ist er einfach fertig. Nein. Willst du, dass ich sterbe, ja? Willst du mein Herzsaft? Hörst du mir bitte zu, wenn ich spreche? Du hörst mir jetzt sofort zu! Schieß mir an! Zyra Federale e Shëndetit Publik i kujton të gjithë të shmangin marrëdhëniet seksuale të pambrojtura nëse nuk e njohin statusin HIV ose STI të partnerit. HIV-i do bëson sistemin imunitar nëse nuk trajtohet, por terapia moderne parandalon transmetimin, infeksione të tjera seksualisht të transmetueshme, përfshirë klamidain, gonoren, herpesin dhe vaginozën bakteriale, të cilat mbeten akoma të përhapura. Për testim dhe informacione konfidenciale, vizitoni www.gettestet.ch. Duhani mbetet shkaku kryesor i parandalueshëm i vdekjeve në Zvicër, duke marrë rreth 9.500 jetë çdo vit. Në nëntor 2025, bashkohuni me sfidën kombëtare për të ndaluar duhanin për 30 ditë. Regjistrohuni falas në www.rauchfreiermonat.ch. Pjesëmarrësit marrin një program mbështetës 40 ditor me këshilla të përditshme, mjete për lehtësimin e stresit dhe udhëzime nga ekspert. Në vitin 2024 morën pjesë gati 11.000 persona. Ndiqni përditësimet me Rauchfreiermonat 2025. Programi ofrohet në gjermanisht, frëngjisht, italisht dhe anglisht. Hiqni dorë së bashku, jetoni më shëndetshëm. Samiti i 4 i diasporës shqiptare do të zhvillohet më 26 dhe 27 nëntor 2025 në Tiranë, nën kujdesin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ky samit pritet të mbledhë personalitete, profesionistë, përfaqësues të shoqatave dhe rrjeteve të diasporës shqiptare nga mbar bota, për të ndarë ide, përvoja dhe për të forcuar lidhjet me Shqipërinë. Dita e parë e samitit do të jetë për arbreshët dhe dita e dytë për diasporën e emigruar mbas viteve 90, duke artikuluar dhe u ndarë në panele të ndryshme, midis ministrive të ndryshme me tematika të ndryshme. Do të trajtohen edhe çështje të rëndësishme si krijimi i lidhjes së universiteteve shqiptare me universitetet e huaja, me qëllim për një diplomë të përbashkët. Programe për bashkëpunim me diasporën akademike, e cila shpesh është e pranishme në Shqipëri në mësimdhënie ose në projekte. Diaspora shqiptare në botë ka rastin t'i japë
jetë ideve të tyre, si dhe të ndihmoj konkretisht vendin. Pas ndeshjeve të fundit të futbollit midis Serbisë dhe Shqipërisë, si dhe Kosovës dhe Suedisë, pozitat e të dyja ekipeve janë përmirësuar ndjeshëm dhe në mënyrë pozitive në garën për Kupën e Botës 2026. Kështu, shanset për kualifikim të Shqipërisë dhe Kosovës në kampionatin botëror të futbollit që do të zhvillohet në Amerikë në vitin 2026 mbeten reale dhe premtuese. Skuadrat kanë treguar për kushtim, lojë të fortë dhe frymë bashkimi që po frymëzon tifozët në mbar rajonin. Fitoria nuk është vetëm një rezultat, por në unitetin dhe pasionin që këto skuadra po tregojnë në çdo ndeshje. Kjo përmbledh edicionin e lajmeve për sot. Unë jam Brikela Andrea, ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit që qëndruat me ne dhe Diaspora TV në Zvicër. Mirupafshim dhe miru dëgjofshim.